Vazhdojmë me aktivitete nga komuniteti ynë. Doktor Elmir Berisha, presidenti i VATës, ligjëroi mbi sigurinë ndërkombëtare në studentët e sigurisë në Kosovë UBT. Doktor Elmir Berisha, presidenti i Federatës Panshqiptare Vatra, mbajti një ligjëratë tematike online për studentët e sigurisë në UBT, duke ofruar atyre një pasqyrë të thelluar mbi pikpamjet amerikane për sfidat e reja në sigurinë ndërkombëtare. Në ligjëratën e tij, Berisha theksoi rëndësinë e politika dhe strategjive të sigurisë që Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë për t'u përballur me kërcënime të reja globale, duke përfshirë mundësitë dhe rreziqet që paraqiten nga tensionet ndërkombëtare, armët bërthamore dhe shtrirjen e ndikimit të fuqive të tjera si Kina dhe Rusia. Ai diskutoi gjithashtu në ndikimin e teknologjisë në fushën e sigurisë, duke përfshirë kërcënimet kibernetike dhe rritjen e nevojës për mbrojtjen e informacionit të ndjeshëm në një botë më të lidhur digjitalisht. Studentët e sigurisë të UBT-s kishin mundësinë të shtrojnë pyetje dhe të marrin përgjigje nga Berisha, i cili u përgjigj me detaj dhe saktësi për çështjet e ngritura. Kjo ngjarje është një tjetër hap në forcimin e lidhjeve midis institucioneve akademike shqiptare dhe diasporës, si dhe një mundësi për studentët të përfitojnë nga eksperjenca e profesionistëve të njohur në fushën e sigurisë.